Shikus të nderuar dhe dashamirë të sportit, mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin 2-1, po shihni jam bashkë me kolegun Bajram Shala dhe për këto minuta të rezervuara për sonte do të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të cilat e përshkuan këtë javë, e cila përfundon sonte pikërisht në orën 24. Deri atëherë do të jemi së bashku duke shfletuar kalendarin e ngjarjeve më të rëndësishme dhe gjithsesi vjen futbolli për të bërë interesant java e 19, më shumë pikë për skuadrat mysafire se sa për skuadrat vendase. Kjo pranverë ka po na çon. Nisi në mënyrë shumë atraktive, në fakt Xhiroja 19, dy ndeshjet e së premtes dhanë 10 gola, mirë po më pas në 4 ndeshje tjera batën vetëm 5 gola të shënuar. Pak më shumë shtërpësi të tunën dhe djerën, duket se futbollistët ishin më disponuar shënuar të premten. Megjithatë e bukura ndodhe këtë herë në Podujevë, sepse me të përfunduar të ndeshjes tifozët vendas dhe ata të Gjilanit bashkarisht kërtuan një mbyllje të një ndeshje sportive. Në Podujevë u zhvilluan dy ndeshje në fakt për 2 ditë, por ajo që përfaqësisht ishte llafi me Gjilanin. Atëherë të nderuar shikues, sonte do të flasim edhe për basketbollin. Basketbolli solli një derbi madje që shumë përfolet sidomos ditën e sotme, sepse mbrëmë u zhvillua në palestrën e sporteve në Mitrovic, madje duke e kontestuar fort fitoren e Trepçës. Ishin dy ndeshje në fakt që përfunduan në kohë shtesë, Rahovec si Bashkimi u fituan sekondat e fundit nga skuadra e Bashkimit dhe Trepça Prishtina që po ashtu pati përcaktues për skuadrën fituese tek në sekondat e fundit të lojës shtesë. Çka bën pastorët Bera me këto barazime? Basketboll është vërtet. Nëse në basketboll del barazim loja atëherë është shumë probleme fitu pastore. Mirë, do të pasqyrojmë se çfarë ka ndodhur mbrëmën e Mitrovic, pastaj do të flasim për handballin. Handballi solli derbi, por megjithatë një derbi tashmë i zvenitur mes Besa familjes dhe Prishtinës, edhe mirë Prishtina në fundi ti rezistoi të bëj ball te janë. Në fakt duket jo vetëm Prishtina, por nëse bëjmë një skuadër nga të gjitha klubet tjera të Superligës, është vështirë të kemi rival të dem për Besa familjen, fitoria 17 me radhë, pas në problem. Pse se bëjmë Besën reprezentacion? Ka diçka për Maqedonëve aty. Po, natyrisht do të flasim edhe për ngjarjet e tjera, do të kemi edhe rubrikat tona tashmë të rregullta, do të flasim për rrefimin, në fakt kur do të jetë rrefimi i kësaj jave, por gjithsesi do të flasim edhe për kujtime për të parë, ne kemi tërhequr një analogji ndërmjet të Pelés, Maradonës dhe Mesit, ta thua, kanë këta diçka të përbashkët apo jo, apo pos numrit 10 që e kanë mbartur në shtëpinë, dhe që në fakt numri 10 tani po iken nga trendi. Dilemën cili për tyre është më i miri të gjitha kohave, dilemë që duket se nuk do të ketë fund. Mirë, do të flasim edhe për ligat e tjera të shteteve në Evropë, gjithnjë duke folur për futbollin e kështu me radhë. Këto do të ishin materialet pak a shumë që e përshkruajnë emisionin sonte 2 minutë që ndërrojmë ne. Para se të kalojmë te futbolli, falenderojmë Leartin për një tregim që edhe pse nga formula ishte vërtet interesant, ndërkaq tani nis pjesa kryesore e emisionit. Pjesa e futbollit do të flasim për xhiron e 19 të Superligës, do të shohim fillimisht rezultatet e kësaj xhiroje, për të vazhduar më pas edhe me bisedën e studio dhe me kronikat nga takimet e xhiros së kësaj fundjavë. Të premten Prishtina Drnica 6-0, Hajvalia Trepça 89 0-4. Të shtunën Llapi Gjilani 1-0, Trepça Ferizaj 1-1 dhe të dielën pra sot Drita Feronikeli 0-1 dhe Liria Besa 0-1. Në tabelë vazhdon të kryesoj Trepça 89, e cila pas 19 ndeshësh ka 45 pikë, nga 6 pikë më pak kanë Prishtina Feronikeli e Llapi që në kuotën 1 pikësh me nga 39 në pozita 2, 3 dhe 4, e 5 është Besa me 31 pikë, pason Gjilani në vendin e 6 me 26 pikë, Liria e 7 ka 23 pikë. Drenica në pozitën e 8, 19 ndeshje, 19 pikë, mesatare 1 pikë për lojë. Në vendin e 9, Ferizaj 16 pikë, në vendin e 10, Drita 15 pikë, në 2 pozitat e fundit vazhdojnë të jenë Trepça me 13 pikë dhe Hajvalia që është 12 dhe ka vetëm 7 pikë. Kalojmë tani tek kolegu Agim Binaku dhe të ftuarit e emisionit të sontëm. Faleminderit Bera, atëherë edhe sonte me ne do të jetë Ajet Shosholli, ekspert i futbollit, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Me ne është edhe Tomar Grabovci, opinionisti ynë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Kurse nga ndeshjet e zhvilluara kam zgjedhur 2 mysafir të nderuar shikues, ata vinë nga takimi Gjilani dhe Feronikeli, vjen kapiteni Artan Latifi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Latifi. Nga Feronikeli vjen Ahmet Haliti. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po më duket diçka pak më i disponuar se Artani, ha? Pak. Duket se po, mirë. Me ne do të jetë natyrisht sonte edhe analizi për çështjet e referimit të Hajriz dhe Hajdari. Atëre, zoti Shosholli, kështu një po më duket se tabela pas javës se
19 del tjetë interesant për faktin që ajo ndahet në 3 pjesë, vetëm në 3 pjesë, sepse 4 shja e pare, cila natyrisht i ndjek dhe me tënë të ndjek Trepçën, nëpse ka një ngecje, 25 me 39 pikë, vjen Prishtina e Frenikeli Llapi, pastaj pjesa ku unë e shoh si dej diku të stabilizuar Besën, Gjilanin dhe Lirin për të ardhur, pastaj Drenica, Feriza e Drita e Trepça që i mundohen të ikin ose Ramis drejt për drejt nga liga ose barazhit dhe natyrisht Hajvalia që tashmë përshëndet nga ky rangaresh. Po, e vërtet është kaloj edhe gjiroja e 19, faktikisht tash në mbetin edhe 14 gjiro deri në fund të këtij edicioni. 4 shja e parë vazhdon me saldon e pikëve me një ashtu të njëjtë, po ndaj me një do të them me 6 pika diferencë të 89, që ka kriju do të them prej gjirës së parë. Nuk janë të parritshme, megjithëse po them është një kredit i cili prap Trepçën po themi 89 nuk e lën ashtu po ndaj komo që të luajë këto ndeshje, sepse më një herë të martën e ka ndeshjen derbi me Prishtinën. Pastaj e kemi këtu vetëm në 4-shën e pa një renditje në vërtet ndrimin e vendeve. Prishtina tani kalon në vendin e dytë, Feronik në vendin e tretë, si edhe Llapi në vendin e katërt. Mirë thatë edhe ju dhe me thonë Besa e cila mund të renditet edhe në mes fushë, mirë, po njëkohësisht ndoshta mund të ndoni mrekulli që Besa të inkuadrohet për vetë të kreun e tabeles, që është mjaft e vështirë. Derisa këto ekipet të tjera, dhe me thonë prej Drenicës, 5 ekipe janë që Liria, cila edhe ajo mund të hyjë ndonjë, nëse bën ndonjë gaf apo ndonjë po më dhe ashtu lapsus, si them, në fushën e vetë, atëre do të hyjë edhe në këtë rrethin e ngushtë për barazh ose për mbijetesë. E që thonë të drejtën, Ferizaj, Drita, Trepça dhe Hajvalia i kanë punë masë ngushti, posaçërisht Trepça dhe Hajvalia. Mirë po, nuk është ndonjë saldo e madhe e pikëve, dhe më thonë diferenca e madhe e pikëve, të që këto pikë mund të kompenzohen. Dhe këto 14 javë, na epin shpesh se kampionati do të mund të bëhet shumë më interesant, apo do të dorëzohen ekipet dhe të kënaqura në këto pozicione? Po ndoshta përveç Hajvalis, hajde mos ashtu prejudikojme, cila gati pothuajse po mendoj po shihet edhe në vetë deklaratat e tyre dhe futbollistëve dhe shtabit teknik, domethënë që duan të krijojnë një ekip për vitin e ardhshëm apo për vitet e ardhshme. Të gjitha këto tjera domethënë e shohin një shans ku të rehabilitohen apo të nxjerrin posaçërisht në si mysafir ku do t'i kompenzojnë pikat e humbura do të jenë. Java e dytë më shumë pikë fituan mysafirit se vendasit. Po, ishte 3-3 fitore, kishin po mysafirit 2 vendasit dhe vetëm kishim një çka do thotë kjo, se po luhet tani më mirë jashtë apo brenda? Apo ato që janë brenda e kanë presionin dhe nuk po rezistojnë atë presion? Tani është fati që ka kalu ajo, po mendoj kur kemi mendu që po mendoj vetë vendasit duhet të vetojnë, dhe me thonë ajo tani vetë nuk vjen një në shprehje që është një krahasi, do thoj që bile në këtë aspekt futbolli kosovar ashtu po përparon. Do të thonë nuk është me rëndësia lunë si një koqera, ndoshta bile ndonjëherë ndoshta edhe si një koqer, ndonjë ekipi i konvenon më tepër për shkak presionit ndaj publikut apo mirë, po sido që tjetë ajo barrierë tani veç ka radhë. Do të thonë ekipa e cila e meriton edhe që është më cilësore, do të thonë fiton se pa marrë parasysh ai lunë si mysafir apo si një koqer. Pati një buzëqeshje pa kur tha eventualisht edhe Besa mund të shpresojë se shë ëndër se mund të kapet për titull. Besa sot befasoj? Në fakt, takimin mes Lirisë e Besës, gjithmonë pavarësisht se ku janë këto dy skuadra në renditjen në tabelën e klasifikimit, ka zgjuar kërshërinë, sepse fjala është për dy skuadra që kanë bagazh në futbollin e Kosovës. Mirë po, nëse mund të ndalim tek gjira e 19, ajo që mu më lënë përshtypje më së shumti, pa dashur që të komplementoj ekipin realizues të emisionit 2001, është se nga java në javë ato që po i thëm po vërtetohen. Është ngrit niveli i etikës sportive, qoftë tek futbollistët, por edhe tek publiku. Mos se në javën që shkoj ne folëm për takimin Gjilani Drita, ku u shënua gol në minutën në aksionin e fundit, mbase dhe të dyja paret qoftë publiku i Gjilanit apo i Dritës, përkundër rivalitetit dolen së bashku, krijuan një atmosferë bukur sportive. E njëjta patëm në takimin Llapit Gjilani. Pavarësisht se Llapi shënon në minutën 87, publiku i Gjilanit dhe Llapit i gëzuan sukseset të skuadrës vendase, por i gëzuan edhe një nivelit të lartë të sportivitetit që mund të themi lirisht që etika sportive është duke u rritur dita me ditës. Dhe kjo më gëzon, ky fakt më gëzon, sepse nëse shikojmë rivalitetin që kanë skuadrat, kjo është një ndër elementet e cilat mund vijmë deri tek një rivalitet që duhet prodhohet
prodhoj, pavarësisht se ne dëshirojmë që ta kemi këtë realitet sa më shpejt, ta kemi futbollin cilësor, por ndonjëherë edhe kryejmë si në teatr, por që është e pamundshme të luhet si në teatr. Ne mbasi po shumicën e raste po gabojmë që i ngrejmë paralelet mes cilësisë futbollit tonë, sepse për të njëjtën ditë po e shikojmë edhe futbollin e Kosovës për atë evropian. Dhe këto paralele nuk mund të tërhiqen, sepse duhet kuptuar se ku jemi ne, ku ishin ata. Dhe gjithsesi më bën shumë një element që e veçova është në këtë javë dhe javën që janë pas, është që një korekci po vret dhe publiku i Kosovës, i futbollit, nuk mund të themi që është publik i thjeshtë. Është njësi mirë i lojës futbollit. Dhe kjo më bën përshtypje. Hajde tash më qitë diku tjetër edhe kam dëshirë edhe pak të elaborojmë këtë çështje. Tani sjellja e tifozit. Qoftë edhe në javët e mëhershme. Po përgjithsisht në këtë kampionat përshojmë se është e mirë. Po shumë më e mirë se sa që ishte dikur. Nuk ka frustrime, nuk ka ngacmime të këqija, nuk ka këtë dhe një tjetër. Dhe kjo, sikur tani po i nxit edhe udhëheqjet e klubit që të kanë pak komoditet, mendojnë pak për komoditet, sa do edhe këto kushte të vështira të mendojnë pak për komoditetin e tifozit, që megjithatë të ketë kushte. Po e shohim në përfusha të ndryshme tani nuk i kemi ato të llovit që të ketë në fushë njerëz më tepër, që të ketë banka më tepër e kështu me radhë. Mbasi edhe shonjëna për tjetrën, mbasi edhe kjo që tha që është një element inkuraju, sepse ne përkundër kushteve të cilët nuk i kemi të volitshme, dim që të ruajmë nivelin e korekcisë. Dhe një shtytësi i madh që publiku ne kemi tifozi që sot vjen në stadium është shumë korrekt, që i morëm këto dy ndeshje që i vum në spikam, janë pikrisht edhe aktorët e lojës, edhe futbollistët, të cilët vërtet kanë një kulturë sportive, pavarësisht që i duhet pikët apo nuk i duhen pikët. Dhe këto dy elemente mund të themi lirisht që janë pozitive në karshia asaj që ne po kemi dëshirë që futbollin e ta shojmë të hecë të apëroj sa më shpejt për para. Atëre, cila ndeshje ishte derbi kësaj jave? Pa dyshim, takimi Drita Feroniki e ka arsytuar epitetin e derbit në çdo aspekt mundshëm. Pati raste, pati shënim goli, të dyja parët ishin korrekt, edhe pse tash sigurisht është krijuar një opinion që dëshirojmë të shohim lojra të bukura, të mos harrojmë se faza e dytë e garave nuk mund të prodhoj lojra të bukura për sy. Hun pak heshin sepse janë të ngarkuar me epilogun e takimit. Shumë së ngarkuar ka qenë Drita sot në takim me Feronikin, sepse Feroniki lufton për titull, nuk është njësoj të luftosh për titull se për ekzistencë. Pra, përkundër këtij fakti që Drita luftonte për ekzistencë dhe i kishte pikë të domosdoshme, luajti një futboll shumë të hapur. Gjatë që edhe ishte një futboll shumë i bukur. Këto i atribuohet trajnerëve, Munishi dhe Toverlani, që u loja hapur. Po është një konkurent gjithmonë dhe mes posaçërisht mes gjeneratave dhe trajnerëve, po mendoj ashtu që pa marrë parasysh Lungsin i Koqira për Lungsin. Ata një rivalitet theksuar kanë edhe në opinion. Edhe në opinion, kështu që do të thotë po, ishte një mirë edhe pse po ashtu pak e shiqova nga po një lojë e hapur, një lojë ku domethënë është tentuar që në pikpamje futbollistike të shkohet një ekip domethënë të jashtë tjetrës, domethënë pa ndonjë brutalitet, pa ndonjë ashtu agresivitet të tepruar, ku është e mirë ashtu për futbollin dhe ku mirë tani triumfoi ashtu po mendoj në Feroniki, mirë po nuk ka qenë ndoshta po mendoj e tepër që kjo ndeshje të mbaroj edhe me rezultat barës. Latifi, pranvera jo e mirë për Dritën. Jo e mirë. Eliminimin kup me Gjilianin në derbin e madh 1-1. Sot humbje. Pëlqejet, loja, thot, mirë për lunë Drita, po pikët po mungojnë. Çka po ndodhë? Po është të vërtet, ka njerë kur flitet se ma miro me luj dopë me fitu. Po ka herë, po. Shumë herë pilim, po. Ndeshet pilujnë shumë mirë, sidomos me besën në pej për kup edhe me sot me Feroniklin. Heqë ndeshen derbi kundër Gjilani se dim... Shtargohet pak njerë në derbi. Po, është të vërtet se ato jo problem, pak mu zhvillu loje mirë për sy. Unë mendoj se këto dy ndeshjet që kemë zhvillu ndaj besës edhe Feroniklit, kemë tregu ftyrë shumë mirë në aspektin e lojës futbollit, po çka është më rëndësi, fitoret na kanë mungu. Unë mendoj se nuk kemë pas fat, sidomos në pej pa dy lojtar ku 35 minuta kemë lujt pa dy lojtar ndaj besës një Koqire që ka qenë, edhe sot ndaj Feroniklit ku besoj që realisht do të ishte të kryet ndeshja baraz, mirë po Feronikli e shfryzoi një rast, një shut, deviem dhe fitoi ndeshjen. Ekipet e mëdha këto e kanë, të cilat luftojnë për titull, penalizon. Edhe kjo ndodhi sot në Gjilan, ku është me kat, ku e humbëm ndeshjen. Me kat edhe prej atyre shikuesve të cilët sot kanë qenë në numër shumë të madh. Po kjo lufta për ekzistencë, vje barë
që s'mund të përballoni ju? Është vërtet, kur je në zorë për pikë, dhe del kundër një ekipi ka shtë forë, si që është Feronik, është problem edhe me zhvillu kësi loje. Mirë, po kemë forës me lojt mira, po fati nuk po është pra neve, sepse na patëm 4-5 rase dhe nuk e dham atë bëllë. Feronik lërë një herë, një shot hyri goli, kjo është ajo bara ma e madhe ku je i ngarkum, me dhonë golën. Para se të vim në studio, the se dikur kanë shku të relaksioni në kek, sot po vim për relaksioni. Po është vërtet, ato gjithmoni të thëmë, edhe më herët e kumë thonë, ku për para ekipet ku kanë vu pik në shtëpinë e tyre kanë shku në Bilic, edhe pse kumë lujtë edhe aty ka qenë e njëjtë, sot po vinë në Gjilan, sepse po japëm komoditet me lujtë në këtë teren të mirë, edhe besoj që jem korekt edhe një lojtarë edhe si Mik Prica. Ambicit sigurisht kanë qenë sot përfitore. Po, tani, e dalon pjesën e parë me pjesën e dytë, apo ja atribon gjithë këtë humbje vetëm ati kiksit të ndodhër për 90 minuta? Duhet të apërën parasysh, kur kem dalë në fush me lujtë kundër Feroniklit, ku është kampion absolut, nuk mundi me thonë se kem hitë definitivisht duhet me fitu 3 pikë. Jem hitë të japëm angazhim maksimum të zhvillojmë një lojtë mirë, po e kem... A në thuj pak për strategjinë, si është thura e parandeshës, keni pas fjala e vjen detyra strikte futbollist të ndjekin njëri tjetrin, të jetë kujdes të mes fusha, të paralizohet, të krahu i djathtë, të vihet në krahun, çka kanë qenë këto? Po shiko, është problem kundër një ekipi si Feronikli të mirën aso mosë, po e nalin edhe tjerë Feronikeli, nuk është që Feronikeli ka të gjitha fitore, dikur që ka nalë. Po e ka nalë, kanë pas fat. Kanë pas fat. Unë mendoj se ndeshën për kupë që ku kishte armin kryesore Feronikeli sot që nuk i dolet balë? Ku ishte? Portieri. Mes fush? Portieri. Unë mendoj se portieri Fatoni ka qenë sot një ndër akter kryesor ku i ka pas 3-4 intervenime shumë të mira, e ka majtë Feronikli në... Se me portierin tash gjuhën ty thënjë për... Jo, s'prish puna e tash... Qa ka ndodhë dhe e është shijet edhe në... Po, dhe me thonë e ka pas shumë punë? Ka pas 2-3 intervenime shumë të mira. Ku nuk e kalon... A ti pas ka pri fati, sot? Ty s'pas ka pri fati? Qa mi bot është? Shkon. Mirë. A Feronikeli, udhtimi, drita, i ka punë të keq, po lufton për ekzistencë, tani atje është atmosferë tjetër, kërkohet fitoria me çdo kusht e vendasve, ku e Feronikeli, cilat janë ambicjet, ku tha Afrimi se duhet me pas kujdes? Po është vërtet që na këna di që kam qenë i takim shumë i vështirë për neve, edhe pikë kanë qenë të rëndësishme si për neve, si për dritën, për neve me ngellë dukë për titën. Pikat si pika janë shumë interesant, nevojshme. Po, është vërtet... Që idolit nevojshme edhe besat i këtë pikat sot, sepse stabilizohet mirë. Nëse këshim unë një këtë takim, këshim ngellë pak mbrapa në luftë për titull, kurse dritës ju kanë dalë shumë pikë në luftë për ekzistencë ose për barazh, edhe po sido që tjetë ne kemi shku vetëm për një qëllim për fitore, mendoj që ka qenë një loje, me të thonë drejtën, loje barazpeshuar. Ka mund edhe me fitu drita sot në këtë takim. Fate ishte me neve që të fitojmë në atë gol minutën e 90 ndoshta. Po, mendoj që mundi ju në shpagu, kena besu deri në fund edhe e kena di që kena dhe individ caktum që mundën me kry këtë takim, me disa intervenimet mira. E përmendi edhe Artani portierin, mendoj që ka qenë ndoshta akteri kryesor në këtë takim. Tani e bo kjo pyetje rutinë cilën edhe unë nuk kam fort dëshirë të bëj, po me gjitha te mble për shtypje ai opinioni juaj. Feronikeli thonë se është shumë e rrezikshëm kur lunë si Mysefri se sa si vendet. Si mund të ndodhë? Po, zakonisht ekipet kur vinë në drenas lujnë një lojë shumë mbyllur. Edhe i ndoshta janë të kënaqur edhe me një barazim, me një pikë. Kurse se cila skuadër e ka të cilin që të fitoj pikë të mbrana, kurse jashtë del qa del, kurse ne kemi të njëjtin objektiv, si mbrana, si jashtë, ne luftojmë vetëm për 3 pikë, që janë shumë të rëndësishme në luftë për titull. Si të duk drita e organizume, ku e patë shansën se mund të mposhtni? Drita e ceka që e ka bo një lojë shumë të mirë sot, edhe mendoj që, si që thash, individe kanë goli i marki, ndoshta me atë kalim, edhe pse pak me fatë, i kishim edhe disa raste tjera, cilat nuk i konkretizum, por mendoj që ai individi marki e vendosi këtë lojë. Mirë. Atëherë, të ndjekim kronikën dhe pastaj do t'i kthehemi edhe pak debatit rreth ndeshjes së Drita dhe Feronikeli, rezultati 0-1.
Fitoret e 3 skuadrave tjera që po ndjekin titullin, 89-shit Prishtinës dhe Llapit, e kishin vënë nën presion kampionin aktual Feronikelin, që është në kërkim të fitores edhe në ballafaqim me Dritën, e cila një xhiro më herët mori një barazim me Gjilanin dhe po ashtu kishte nevojë të madhe për pikë në këtë takim. Përkundër faktit se të dyja skuadrat patën nevojë të madhe për pikë, fillimi i takimit u përshkrua me lojë të kujdesshme nga të dyja palët, të cilat sikur nuk donin të rrezikonin dhe rastet e shënimit më shumë i kërkonin nëpërmjet gabimeve të kundërshtarit. Sidoqë të jetë mundësinë e parë të mirë në këtë takim e pati Drita në minutën e 19 kur tentoi Semir Zeneli, por priti Faton Maljoku. Në anën tjetër Feronikeli rast të mirë shënimi pati në minutën e 25. Mark Milica i gjuajti nga një distancë e madhe, mirë po Artan Latifi reagoi si duhet dhe rezultati mbeti i pandryshuar deri në finish të pjesës së parë. Në periudhën e dytë të lojës, lojë pak më e hapur dhe më shumë raste nga të dyja skuadrat. Në minutën e 62, mundësi ideale për Dritën që të realizoj. Alban Shilova pason mjaft mirë për përparim Livorekën, i cili vetëm përballë Maljoku Gjuan, por Maljoku reagon në mënyrë fantastike për të pritur. Vetëm një minutë më vonë, Drita lëshon një mundësi tjetër ideale. Kësaj radhe përparim Livoreka pason, kurse Maliqi nga afërsia me portën e zbrazët, Gjuan jashtë dhe nuk shfrytëzon këtë mundësi. Një minutë më pas, Feronikeli në rast shënimi, nëpërmjet Bujar Shabanit, i cili reagon mirë brenda zonës së rrëptësisë, por Artan Latifi pret dhe rezultati nuk ndryshon. Në minutën e 71, Feronikeli arrin të realizojë nëpërmjet Mevlan Zekës, por goli u anulua për shkak se paraprakisht u tha se topi kishte kaluar vijën fundore. Në minutën e 75 edhe një rast i mirë, kësaj radhe prapë për Dritën. Alban Shilova gjuan në mënyrë fantastike, por edhe më mirë pret Maljoku, duke mohuar kështu golin për skuadrën vendase. Ndërkaq, në minutën e 89 momenti vendimtar i takimit, Mark Milica i gjuan nga një distancë e madhe, ndërkaq topin e devijon Gëzim Gashi dhe në këtë mënyrë arrihet goli i vetëm i takimit, por t'i mundësuar skuadrës mysafire fitoren e 2 radhazin e pranverë. Normalisht që na dëmton mirë, po na vazhdojmë me luftu. Ne isha i kënaqur sot me lojën e treguar, na psum këto në minutën e 90. Pini pak kujdesis, dashke me reagu ma mirë aty lejtarit që i shofer. Mos me lonë lejtarin me manipulu me top, se ishim gjithë fazën e mbrojtjes. Mirë po, duhet me punu tutje, duhet me vazhdu me luftu. Ka qenë e vështirë, kanë qenë pikët e domosdoshme për Dritën ti, rrezikut dhe për ne mesim ngarë për titull. Mendoj që përgatitja fizike vendosi dhe kishim fat kur në dy raste futbollistit Dritës nuk e qëllun portën pas gabimit kur unë nalë Lulzim Doshljaku. Megjithatë, mendoj që jemi dëmtu për një penalti, ndërsa golli që na është anulu, nuk jam i sigurt nëse topi e ka kaluar me 10 perimetrin në vijën fundore. Do të thotë edhe trajnerët kanë vërejtje të dëmtuar të tjera, natyrisht ata kërkojnë justifikimin me pasën si u ndodhi, çka ndodhi. Shumë raste Drita, pak raste Feronikeli, mirë po Feronikeli në fund i lumtur, 3 pikë kthehet. Pam shumë raste. Pam edhe ty se vepruar e atje. Dhe ato raste që sa mund të t'i shonë në bazë kronikës, sepse ju nxjerr disa për raste më të mira, po thuj se të gjitha të shkojnë krahun e majt. Sikur se keni pas idenë se në krahun e majt po dalin shumë më të fortë. Po tash studi, nuk e kum vrejt këtë aspekt mirë, po besoj që në ana majt u mundu me më me kry punën vetë, të zi. Të zi që tonë këtë aspekt. Shpejtësia e Livorekës. Ndoshta edhe shpejtësia ti, ndoshta edhe ai djali që ka qenë aty nuk ka qenë formën e mirë. Mirë, po Livoreka pe bën dallimin tek ne. Po është në formë mirë, ka shënuar 2 gola deri më tani. Sot jam më i fatoni 2 herë, mirë po. Pjesa e parë, pjesa e dytë, tentuat të ndryshoni diçka? Mirë, në pjesën e parë hynë mirë, vetë besim patën plot. Ja, më intereson ajo komenti ose analiza e Munishit, çka ju thanë në 15 minutin e pushimit. Po gjithmonë Ismeti është në atë aspektin e pjesës parë i qetë, yri, dhe tha që të vazhdojmë kështu, që është të shku pjesa parë, jo më lëshu avanturave shumë, sepse dim që Feronikli ka individ të cilët denojnë shumë shpejt. Mirë ka shku në kontrol, ka qenë gjithë shka, po minuta e fundit ndryshoj krejt. Pas pësimit, çka tentu të bëni? Smeta aty, asgjë, ra morali, ra motivi, gjithë shka, nuk patë edhe kohë shumë. Ke një ndërprejme minutën e fundit mirë, po edhe nuk shkoj si duhet, të prejnë kompë në atë moment.
dhe Feronikli mor pikët. Rriti, keni venduar gjithmonë që ju deri në minutën e 90 do të shënoni? Faktën duke ndjekur. Po sigurisht ne kena kërku golin, sidomos në pjesë dytë edhe instruksionet e trajnerit kanë qenë që bojna presion për para dhe mos kthejmë mbrapa, edhe kjo na u shpërblim, mundi jonë shpërblim minutën e fundit. Trajneri tha se keni qenë dëmtuar për një penalti. Po edhe unë mendoj që... Kjo moralisht ndikoi në ekip? Jo, kjo e tregoi forcën tonë, do shta që ne nuk rama në presion, as në asgjë vazhdum deri në fund edhe arritëm qëllimin për cilin kishim udhëtuar së Gjilan. Po pra, kjo është e mira kur e ke synimin, duhet të mbrish atje me çdo kusht. Tham të nderuar shikues, me ne është edhe analisti për çështjet e rifilmit Eriz Zajdari, tani në punktin me kolegun Bajram Shala. Atëherë përshëndetje Eriz. Mirë, përshëndetje. Do të shohim fillimisht zyrtarët e ndeshjes, para se të kalojmë tek rastet. Gjyqtari kryesor ka qenë Gramos Shala, asistent të tij Imran Kabashi, Ramadan Hyseni dhe gjyqtari 4 Mentor Baliu, delegati ishte Ali Shehu, kurse kontrollor Ibrahim Delibarzade. Eriz, sa raste janë veçuar nga ky ballafaqim? Ne këtë ballafaqim kemi veçuar 3 raste. Ky është vetë rasti i fundit. Po kjo është rasti i fundit. Këtë është është një kontakt me në zonë të rëpsis dhe është penalti domosdoshmë. Që të vazhdojmë filmi se ka edhe replay tjetër. Çka tani ndodh këtu? Gabon apo nuk gabon gjyqtari? Ty gjyqtari gabon. Gabon gjyqtari. Gjyqtari gabon në këtë rast duhet sankcionohet me penalti dhe karton i verdh. Jo, ato le të kthehet. Le të kthehet çajra lutem. Problem. Ja, Ky është rast tjetër. Po. Kjo është rasti i penaltis. E shohim qartë që lojtari me numër 4, lojtari vendas, nuk ka qëllim topin, shkon për të bën ndërhyrje të qëllimshme. Këtë gjyqtari duhet t'i jap penalti dhe mos në disiplinore karton i verdh. Por ai nuk e ka vlerësuar kështu edhe për rregulla jap që ai ka gabu. Kaliti, ka drejt? Çfarë po thot analisti? Po sigurisht që ka drejt këtu, po shihet kjo që është penalti e pastë. Ata që qenë afër. Po. Edhe? Jo, që përshin televizor është penalti, nuk e në shka diskutojnë. A që qëfar ndjenje kështë? Shumë korrekt. Kur e she drejt për drejt, qëfar ndjenje ki? Ato është mirë po që nga për i gjyqtari. Lesë kaloj. Ndoshtë ma mirë kishte me qenë më bu penalti, ja kisha pas fatin me mbrojt, ose kishim ma herës e minutën e 90 që i një gole. Mirë, të vazhdojmë filmi edhe për një moment fotografin, do më thonë të... Të stopohet, lutem. Këtu stop. Berat, stop. Stop. Ku të thash stop është mirë me bo stop. Edhe pak. Edhe pak. Jo, të lutem. Ky momenti. E tani, këtu kom dëshirë të komentoj këtë fotografi, këtë pamje. Zotni Erizi, nuk po flas a ka kalu, a s'ka kalu, të lutem, po të pys. Nduken fanelat shumë të parafërta. Madje, nduket edhe portieri mund tjetë edhe pak Latifi nga bim, sepse nuk ka të rejtë vërejtja. Që këri qëfar fanela që dalin në fush? Kush? Këtu vendosin gjyqtarë për fanela. Regullin si duhet dalin skuadrat në fush? Me fanelat theksuara ose të pa theksuara? Duhet shkoj me fanelat theksuara, sepse kja gjithmonë i vështërson punë të atyre. Kontrast plot ke. Atyre, pa i kontrasti i plot, atëre po i shojmë që asë të shikusit televiziv nuk është. Të shofim dhe më thonë... Që ka probleme dhe publiku që e ndjek aty për rafë. Mi pas 2 rekvizita si për 2 palë. Për atë duhet gjyqtarë të kërkojnë këtë, mirë po... Mare në gasi për lëshima, është lëshima, nuk për lëshim. është faktik lëshim, lëshim ma i madhë shijet të portieri me litarët e vetë, që konë gjyën e kartë edhe kur të kemë të në rastin të në i dorë. Qëka të tha gjyqtari? Artan? Jo, hyni mi kontrolu dresat, i pak lojtarëve dhe ma kërkoj temën, i thashë që kjo është dresi jam i parë, edhe pse kam edhe rezervën, pa mirë, në regullë është banë. I knaqër ti, mirë. Tani, kjo është rast kontestus. Thuhet se ka dalë jashtë topi. Ne nuk po e shohim mirë. Nëse mund përdoret edhe lupa, nështë ta, ja, shihet mranda. Jo, le të shkon edhe pak filmi, apo nuk është godit. Shkon tope, le vazhdojmë filmi edhe pak, sepse nuk është godit akoma.
Le veç pak ka replay tash. Let mundohet ta sqaroj ose ta nxjerr nëse mund të nxjerr në pa. Kemë edhe tëra do më pe konti tjetër, të shohim më vonë. Këtu po. Ka plan edhe më të afërt. Tash e shohim dhe mujno me... Këtu nëse mund është në slow motion më shumë. Edhe pak. Ja. E ka kalu këtu. Le të kthehet Edhe pak, që aty, këtu tash është marrë i fetit. Edhe pak. Tani e sheh ai veprone. Këtu. Tash. Ja, edhe pak. Tash e shohim, tash edhe pak e lejo nëse ka mundësi. Se ende nuk është goditër. Këtu. Ja tash. Ka kalu. Tash shohim vin pastër, mirë po a ka kalu komplet perimetri topin ose e nxe rrezja e topit e zën vin. Po pra. Kjo budova se ka kalu komplet, ti jemi real. Nëse ka rreze, topi në lojë, po në këtë raste duhet t'i besojmë më shumë asistentit se sa të gjykojmë na pikti. Tu asistenti s'ka mundur ta sheh sepse komën e kishte futbollisti. Shkojmë janë po dokët se ka kalu komplet. Shkojmë edhe pak. Është shumë i diskutueshëm. Çfarë do vendimi që të morëm atë? E peti se ishe afër. Nuk jam konën 100% i fokusuar aty ku bim shon top, e disha që kam lojtarin atje, edhe ma mor mendja që kam e lut në tonë. Pa ti reagimit të publikut? Nuk i kum dëgjuar, sepse hyri golli ku marr topin shumë shpejt me vazhdim knena. Po. I gëzum për vendimin e gjyqtarit. Të fundit më duket që topi ishte presh, po mendoj atë është bërë. Ostra diskutabil, çfarë do vendimi që të marrë topi gjithë perimetri duhet të kalojë. Po, vjen. Duhet të kalojë. Nëse ka 1 milimetër mbetet brenda fushës. Në planin që bëma herët për afër duket. Na veç duhet folëm që në rregull të topi e mon lojën. Në vija të më horë gjithmonë deri sa të manë rrezën e vijes. Këtë nuk mujna me vlerësu në atë... Gjithë dhe kërë është të diskutu, aste futbolistat vazhdoj loja shumë shpejt, nuk u bo farte madhe. Jo, s'fatëm rast me diskutu, sepse mora topin lujta shumë shpejt, edhe lujtarë të Feronikrit e mëndu që zot më këthim brapa shumë shpejt. Po, kjo sportiviteti. Po, s'ka të shka, nuk mund është më marrë me referi non-stop të ankohen për një rastil. Me gjithate, vendi 10 java arshme, me Ferizaj, po ashtu me një skuadrë e cila lufton për të njëjtin qëllim që ka vetëm një pikë më shumë. Kjo është dita e martë, ose e mërkurë. Çfarë mërkurën do të luaj? Do të shkojmë Ferizaj. Por jo me shku gjithësysh po? Gjithësysh me shku po? Me majtë diferencën e pikëve ashtu siç është tani, një pikë dallim. Mirë kishte me qenë edhe me fitu, do të shkojmë atje për 3 pikë hera e parë. Po se, keni konkurent drejt për te, që çdo rezultat pozitiv është mirë për ju, a? Po i kem 2 lojë rresht me konkurent për të një barazhit, Ferizaj dhe Drini se na vjen, mi marë 6 pikë kishte me qenë perfekt për neve. Do me thonë, ka shansa. Ka shansa sepse në ekipën e kem shumë mirë, kem lojë të mira, kem rase, besoj që edhe fati do të kthehet në anën tonë. Zeta e lëndimeve ndërim në Gjipja, është i gatshëm të kthehet të vazhdoj të luaj, sepse keni pas disa lëndime këto ditë. Përveç nderimit kemi edhe lojtarë tjerë të cilët nuk janë të gatshëm për momentin në bashkangjitën mirë, po ata të cilët jenë po mundomi të japën maksimumin. Nderimi besoj që javët e ardhshme do të jetë i gatshëm na ndihmoj. Shumë shpejt edhe ai pritet rikthimi i tij. Po, të mërkurën po ashtu ndeshje interesant, Feronikeli Llapi, vjen Llapi që eliminon Feronikeli nga kupa. Po, është vërtet, ka me qenë ta kemi vështirë për neve, por mendoj që objektivi në dijet është vetëm fitoria. Mendoj që eliminimi për kup nuk është edhe real, pasi që ndodhin penalti, po synimi im do t'jetë 3 pikshin këta kem. Që ndodhë nëse edhe njëherë ju më poshtë Llapi? Nuk besoj që do ndodhë, edhe pse në futbol ndodhë gjithë shka. E vërteton atë tjetër, ma dhe nga du pse e thash. Po vërtet, po, mendoj që vështirë do t'jetë që t'na mposhtë Llapin këta kem. Po dhe ju do t'a keni vështirë t'a mposhtë? Po e vërtet, Llapi e ka një skuadër mjaft mirë. Pas vërtimes penalti. Po, e sigurt. E vërtet, e cega që ka me qenë t'a kemi vështirë, por synimi im është 3 pikshin.
Mirë shumë. Një fjallë të goli, edhe pse kaloj goli, po mendoj që mbrojtja e dritës në rast, po mendoj në rastin e golit të Milicajt mendoj ka dështu. Me thonë nuk ka vur blokaden me kohë, sepse dihet që Milica është një lojtar karakteristik që në lojë 1-1 është shumë i fort, prandaj e lanë që pozitën, ta merr pozitën të mirë që i komenon, nuk pat blokad me kohë. Prandaj edhe mendoj që është një lëshim i mbrojtjes që shihet qartë po mendoj mbrojtjes së dritës. Kjo mund të më konë ma shumë si rezultat bjen koncentrimi minuta 90. Krejt të regull mirë, po me gjitha te dijen karakteristikat e këtyre lojtarëve si Milica shumë. Qëto është taj problemi maj madhë ku ajtë depërton edhe jep topin? Sepse këto do është mund dërprej. I kryon vetit ato pozitat, i kryon vetit pozitat ma lëvërdeshme që i ka ajtë, du më thamë. Mirë. Shkojmë në ndeshjen Liria dhe Besa, edhe atje fitore e skuadrës Mysafiri. Fakti se Liria dhe Besa nuk kanë presion të madh dhe nuk janë në ndjekje të objektivave të qartë për këtë edicion, bënte që ballafaqimin e Prizren të pritej me entuziazëm se mund të prodhonte lojë të hapur, futboll të bukur dhe gola të shumtë. Megjithatë, ndodhi pothuajse tërësisht e kundërta dhe ndeshja u përcaktua nga një gol i shënuar qysh herët. Mysafirët ishin të parët që patën mundësi të mirë për të realizuar nëpërmjet sulmuesit Prizrenas Fatih Karahoda, por ky i fundit nuk arriti të realizojë nëpërmjet një goditje të fortë. 3 minuta më vonë rasti mirë edhe për Lirin. Liridon Fetahaj pasoi mirë për Fisnik Ramadanajn, mirë po tentimi i tij nuk u mbyll me shënim. Deri në finish të pjesës së parë raste për të dyja skuadrat të cilat nuk u konkretizuan, ndërkaq që në minutat e parë të periudhës së dytë arrihet goli i vetëm i takimit. Në minutën e 48, Gjevdet Shabani harkon nga këndi, kurse Lehar Temini shënon me kokë për 0-1. Liria provoi në disa situata për të arritur barazimin, por nuk ishte e saktë. Ndërkaq Besa ka mundur ta shënojë edhe golin e dytë nëpërmjet Qemail Elshanit në minutën e 67, mirë po gjuajtja e tij u prit nga Armend Rugji. Edhe në vijim Liria sërish në kërkim të barazimit, por prapë pa suksesshme në tentativat e saj. Në këtë mënyrë, Besa arrin fitoren e dytë radhazi në pjesën pranverore të garave, pasi një xhiro më herët mposhti edhe llapin. Atëherë vazhdojmë kandin tjetër. Liria Besa, gjyqtar kryesor ishte Artan Tahiri, asistent të tij Fatlion Berisha, Fatmira Brashi dhe gjyqtari 4 Visar Kastrati, delegat ishte Agim Hasani, kurse kontrollor Adrian Adzopardi, që është një prej zyrtarëve të Federatës Malteze të futbollit, që ishte pjesë e delegacionit të kësaj federate që erdhi në Kosovë këtë vikend. Një treshe gjyqtarëve në fakt ishte në Mitrovic, kurse ky ishte kontrollor në Prizren. Hajrez? Këtu kemi vetëm një rast. Ja, kjo është rasti. Është një ndërhyrje për lejueshme nga mbrapa, por nuk është qëllim ta lëndoj lojtarin, starti është për topin dhe gjyqtari me të drejtë jep gjujtje dënime dhe kartonin e verdhë. Këto interesante. Mirë po. Arbre pranon me shumë sportivitet, ja zgjat dorën gjyqtarit, ai refuzon. A është gabim nëse Pse thuhet çdo start prapa sankcionohet me karton të kuq? Nuk e jep rregulloria, thashë, mos qëllimi është te topi. Pse nuk e jep rregulloria? Nuk e jep rregulloria se nuk ka qëllim të me lëndu. Nuk ka qëllim, këto qëllimi i topit, nuk është start për më shku, nuk është toka e ngritur. Domo lojtari kyçet në top dhe prek topin, mirë po edhe kontakti ndaj lojtarit ekziston dhe për atë japet karton i verdhë, gjujtje dënime dhe karton i verdhë. Në fakti si s'pa jep dorën lojtarit? Është interesant. Obligim se ka normalisht. Është gabim nëse përshëndet atë mirë. Po pranon me shumë sportivitet. Gabim dhe kishte me qenë më fair play, domethënë se edhe gjyqtari e gjykoi drejt, domethënë me karton verdhë dhe për atë falenderoj, domethënë që murni vendim drejt. Nuk shohim shpesh skenë atilla, për atë i kënaqur ai që shpëtoi vetëm me karton verdhë. Mirë. Shkojmë në takimin Llapi dhe Gjilani.
Ballafaqimi ndërmjet Llapit dhe Gjilanit më të drejtë cilësohej si një prej ndeshjeve më interesante të Xhirosë së 19, duke pas parasysh se Llapi një xhiro më herët posoi humbjen e pej, kurse Gjilani mori një barazim zhgënjues në sekondat e fundit ndaj Dritës. Prandaj të dyja skuadrat në ndeshjen në Podujev kërkonin fitoren. Sido që të jetë fillimi i takimit i kujdesshëm për të dyja ekipët që nuk lëshoheshin për të rrezikuar. Megjithatë, pas më shumë se gjysmë ore lojë, pam rastin e parë serioz në këtë takim. Mirlen Daku i Llapit depërtoi mjaft mirë dhe gjuajti fuqishëm, por intervenoi Donat Kaçiu. Në anën tjetër, mysafirët në finish të pjesës së parë kanë pasur dy raste të mira për të shënuar. Në minutën e 40 gjuan e Gzon Shabani nga distanca, por Ilir Avdyli reagon mirë. Ndërkaq në minutën e 43 Leotrim Bekteshi i pa penguar në pozitë ideale, gjuan jashtë portës dhe në këtë mënyrë lëshon rast ideal për të shënuar për Gjilanin. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin e fillimit 0-0. Në periudhën e dytë të lojës sërish raste në të dy anët. Në minutën e 63, Mirlen Daku i Llapit, krejtësisht i lirë sërish nuk arrin të realizoj. Mundësi të mirë për të shënuar për Llapin pati edhe Bujari Drizi në minutën e 70, por asaj nuk arriti të realizoj. Në anën tjetër, mysafirët nga Gjilani lëshuan një rast ideal nëpërmjet Vllaznim Jasharit, i cili gjuajti jashtë portës në një rast kur edhe mund të pasonte në vend se të gjuante nga ajo situatë. Sido që të jetë vetëm disa sekonda më vonë, erdhi dënimi për atë rast të humbur për Gjilanin dhe Llapi shënoi golin e fitores. Florin Bërbatovci, i inkuadruar nga banka e rezervistëve, realizoi për 1-0, rezultat që mbeti deri në fund të takimit dhe në këtë mënyrë Llapi arriti fitore shumë të rëndësishme. Pas përfundimit të takimit ndodhi një gjë rrallë që shihet nëpër terrenin tona. Përkundër rivalitetit të madh që patën gjatë tërë 90 minutave, tifozërit e të dyja skuadrave pas përfundimit të ndeshjes u përshëndetën ngrohtësisht, duke dhënë kështu një shembull të shkëlqyeshëm se rivaliteti ndërmjet tyre mbetet vetëm brenda kornizës së lojës. Po, mendoj që ka qenë një ndeshje shumë e vështirë për skuadrën e Llapit, pasi ne patëm një ndeshje në parë sezonën pranverore për kupë, cili ka qenë edhe qëllimi i skuadrës Llapit që ta eliminojë Frenikellin, pretendent për Kupën e Kosovës. Ato t'jem dhanë maksimumi dhe në besë, ndoshta nuk mujtëm t'japin më të mirë nga vetja, pse kena pas rastet. Edhe kjo fitore ndoshta kishte mund të vi më herët dhe mos t'hinë në presion, por ngarkesa e lojtarëve që ta fitojnë ndeshjen, unë e vrejta që është gradualisht na përcjell gjatë lojës. Gjilani si Gjilan, edhe pse nuk kanë pozitë tabelare mirë, si mysafir jashtëzakonisht luan mirë, ka një skuadër solide të mirë. Si gjithmonë e patëm rastin se dhave morëm gollin fund, mirë po nuk ka nevojë refere me afro asnjë ekip para gollit kundërshtarit. Po më duket që jam shumë i qartë. Atëherë kritika e Arnon Marinës ndaj gjyqtarëve, kryesori ka qenë Besnik Batalli, asistent të tij Benon Kpuska e Meriton Berisha dhe gjyqtari 4 Burim Jahmurataj, delegat ishte Xhafer Dobra, kurse kontrollor Ergyn Janovaliu. Tashmë po e shohim në ekran emrat e gjyqtarëve. Hajriz, një rast goli i kontestuar, në fakt nga trajneri i Gjilanit, goli i kontestuar për Llapin. Ti shohim për këtë kontakt. Po, për këtë sa e diu në këtë kanë lyp do kontakt për ndërhyrjet pa lejueshme. është një kontakt me pak të kthehet filmi. Edhe pak të kthehet. Edhe nëse mundet me u përdor lupa veç me e pa më afër kontaktin. Tash e shohim pak më mirë. Tash këtu e shohim pak më mirë. Po, kontakt nuk ka basketball këtu. Kjo është një kontakt domethënë që vetë për inercionin të shku te topi dy luftim domethënë top prapë se prapë lejtori Gjelonit arrit të hek topin dhe të largoj prej zonës, kështu që me drejt gjyqtar lejojnë lojë me leju. Tash ky rast shohim është pozicion jashtë loja, nëse ka mundësi me përsëritë edhe herë. Këtu le të ndalë te ky devijim, fakt. Tash mund të mënol. Vështirë me Këtu është rast shumë i vështirë me vlerësu, është pozicion jashtë loja. Këtu nuk po vret Berbatovci, se është i fshehur. Aty tash del ai. Vështirë me e thonë shumë. Shumë vështirë. Këtë duhet ju besojmë gjyqtarëve, atë janë konë me ofër se ne dhe mendoj që kanë marrë vendimin e drejtë. Çdo të toleru hyrja mena në fushë. Të gjithë bakës rezervistëve. Po.
Për këtë gjyqtari 4 duhet jetë më i vëmendshëm, por këtu ndodhen hynë edhe në Evropë, edhe këtu duhet... Evropa i sankcionon? Po i sankcionon, Ne i tolerojmë. Kjo është dallimi. Merë dikush karton të verë, Po të shkote që futet i pare. Se krejt banka s'po me mund të shku. Shkojmë në ndeshjen Trepça dhe Ferizaj. Rezultati i barabartë 1-1. Në derbin e skuadrave që po luftojnë për mbijetesë, Trepça dhe Ferizaj luajtën baras 1-1, duke marrë të dyja skuadrat nga një pikë, e cila duket më e vlefshme për mysaferët, që vazhdojnë të mbesin në zonën e barazhit, mirë po në anën tjetër, Trepça vazhdon të mbetet në pozitat që dërgojnë drejt për së drejtin në ligën e parë. Fillimi i ballafaqimit më i mirë për mysaferët, të cilët kaluan e përsi me shënimin e Maliq Behlulit nga rreth 30 metra, duke marrë kështu avantazhin 0-1. Megjithatë, Trepça reagoi shpejt dhe në minutën e 24 Bajram Zuxhaku shënoi golin e barazimit dhe ktheu shpresat përfitore për skuadrën e Mitrovicës. Në vijim të dyja skuadrat krijuan disa gjysmëraste, por nuk arritën të realizojnë më në pjesën e parë, kështu që shpresat përfitore mbetën në periudhën e dytë të lojës. Në këta 45 minuta të dyja skuadrat më të kujdesshme në lojën e tyre, duke mos u lëshuar shumë në sulm për të mbrojtur rezultatin e barabartë, i cili mbeti deri në fund. Në këtë mënyrë, Trepça dhe Ferizaj e mbyllën takimin me nga një gol të shënuar në pjesën e parë. Na fillimi i lojës ishte shumë i mirë nga una jonë, por në pësum goditja e parë 15 minutë më sa duket. Ajo nuk është goditje, kecën të shot, po një gabim ose era fryke, edhe ndodhe e gabim hinja i gol, po pas atij golit arritëm të ringjallëm, të kthehëm dhe i patëm shumë raste shënimi, po nuk i ganjëherë për na përcjell fati i vjeçë, nuk po kemi një lojtar që mundet me shfrytëzuar gjithë rastet, ose se mos thojnë ama raste 100%. Nuk diskutohet, Trepça ka një ekip mjaft të mirë, edhe pse disa apo mediumet apo dikush po flet se Trepça nuk ka ekip të mirë dhe është vendin aty ku është, por besoj se ato e meritojnë edhe më lart. Unë personalisht me lojën për sot jam i kënaqur me një pikë për shkak se lojtarët tanë të cilët u morën vesh para lojës nuk i kryjnë detyrat çish duheshte, ndryshe na marr vesh, ndryshe ka qenë në terren. Domethënë, ajo nuk guxon të bëhet. Në Mitrovic kishin për herë të parë në kuadër të Superligës së Kosovës një katëshe të gjyqtarëve ndërkombëtar, ishin ata nga Malta, Filip Farugia, Christopher Francaleza, Debastia William dhe i katërti Etienne Mangion, delegatisht të Kamur Bytyqi, kontrollori Ismail Kusuni. Ta qartësojmë për opinion, nga vinë këta pse vinë me referu në Superlig? Hajris. Këtu kanë bënë, domethënë dy federatat kanë bënë një marrëveshje interne mes vete që ju lejohet për shkëmbim gjyqtarëve, për përvoja më të larta domethënë. Kjo ko pas kohë, Ko pas kohë, po. Këtë marrëveshje kanë bërë para një muaji domethënë, kanë caktuar këtë termin, ku dhe gjyqtarët tonë kanë shku 4 gjyqtarë me kryetarin e komisionit për parim masonit, se dhe ka pas rolin e kontrollorit atje. Kush janë gjyqtarët tanë, sepse ka kërshërita, gjyqtarë Gens Nuza ka shku për kryesorëve dhe Besfort Kostumi, u shku Selame Haziri dhe gjyqtari nga Vështreja. Mirë shumë, këta 4 pas kanë, shumë këta të vështirë se po na vjen mend, kush është, po e zbulojmë shumë shpejt. Atëherë, klubi juaj i privilegjuar veç histori bën. Shiko, për herë të parë gjyqtar ndërkombëtar, po iku pika, iku. Po mirë, kemi shumë gjana përmendoj që kemi qenë të parë. Dje që Trepça në përmendoj ish futbollin jugoslavash të klubi i parë që ka në ligën e parë, ish federative viti 70. Klubi i parë që ka luajtur në finalet e kupës. 78, po ashtu që ka shumë lidhen disa gjana kështu në mënyrë natyrore. Klubi i parë që ka ardhur dhe ka luajtur Edu, braziliani me Shekullarin. Po me Shekullarin. Ka edhe shumë të veçanta. Që shumë gjana të tjera, edhe kjo ishte domethënë një e veçantë ku klubi i parë ku luajti Jugosllavia, Rumania. Rumania po.
edhe kjo është një gjë e veçantë ku mund të them që refert me të vërtetë ashtu nuk ishin ashtu. Veç mos të mirë kanë referu. Mirë, mos të kanë referu se mendoj që me të vërtetë kanë referu mirë. Edhe një risi, dhe më thonë që Trepça ka shumë gjana për të parën, se për herë të parë përdoret edhe sprej, dhe më thonë. Edhe sprej në vërsh, bravo. Hajde, qka ka kontestu se këtë ndeshje? Këtë para se të shkojmë në këtë rast, do t'ju njoftoj dhe më thonë që gjyqtarët tonë në martë kanë referu 2 ndeshje, një kanë referu dje dhe një sot, dhe në bas informacione dhe më thonë kanë bo një paraqitje shumë mirë dhe janë falenderu nga atë klube dhe nga atë praneshme që ishin. Sa i përket... Tani, apo dalim ne matë mirë, apo dalim maltezët matë mirë? Sa i përket lojës në Mitrovisht... Mone, kush po del ma i mirë? Këtu e kam boni ka bime tonë, atje nuk e din. A kam bo gabime në malë, që na këtu po i shumë që manifetit ty në nuk po pash... Gjështarë tonë në mortë nuk e kam bos në gabim. Kur po je ka që sigurt? Në i këna morë sot para se morë në emisioni, ku morë... Shumë rasin e Po marë. informatat. Tu e kena zgjedh vetëm një rast, edhe rasti që do të shumë, dhe më thonë shumë goli i Trepçës, dhe më thonë shënuat nga pozita jashtë loje. Ja, tash. Le të kthehet tash filmi kur provon gjua e lojtarë aty. Veç e nolëm topin, para se gjuj, tash nolëm. E shohim lojtarin që shënë gotë pozicion jashtë loje, poster. Ja, shikone ju. I Trepçës. Ja. Gati është në vijë, i tjetëri ka hore e tjetë. Ti është i dyshim pak. Nuk është e në vijë fare. Para 5 metrë, 5.5 metrë. Shohë pak. I tjetëri djallë thas i fundit. Qëra i qërë Matja, nuk e marvin, kjo është pikrish në vijë në 5.5, ajo është për një 1 metrë maj avansun. Ja, kjo përfitoj për pozicionit të shtoje. Po mirë, në kanë refer shumë bësht, atëre do t'i thirim këta për me dojshtu. Do t'i thirim këta prej muallë të da t'a kthejmë dhorshin, se të da 3-14 pika i kemi u prej referë, shtu që edhe na njëherë 1 pik t'a marëm. More, ju vazhdojnë të kërkoni vetëm ndërkombëtar. Mirë, shkojmë në takimin Hajvalia dhe Trepça 89. Ashtu si edhe në përballjen për kup, Hajvalia ishte një koqire Trepçës 89 edhe në ndeshjen e zhvilluar në kuadër të Superligës. Ballafaqimi i zhvilluar në Kishnicë sërish u dominua plotësisht nga Trepça 89. Mirpo për dallim nga ndeshja paraprake, 89 shihoqi më shumë për të shënuar, sidomos në pjesën e parë. Përkundër shumë mundësive, skuadra Mitrovicase nuk arriti të realizojë dhe ky 45 minutësh u mbyll me rezultat me të cilin edhe nisi 0-0. Megjithatë, në pjesën e dytë erdhi në shprehje dallimi i vërtet ndërmjet skuadrave. Në minutën e 52, Otto John shënoi golin e tij të 13 këtë edicion në Superligë dhe e kaloi 89-shin e përsi 1-0. Ndërkaq në minutën e 63, 89-shi e ngriti në 2-0 avantazhin e vet. Sërish realizatori ishte Otto John, i cili kësaj radhe shënoi nga afërsia për 0-2. Rezultati u thellua edhe më shumë në të mirë të mysafirëve në minutën e 71, kur Florent Hasani realizoi me një goditje të fuqishme për 3-0. Ndërkaq në finish të takimit, përkatësisht në minutën e 87, Hasan Hyseni shënoi nga afër dhe në këtë mënyrë e kompletoi fitoren e 89-shit, duke e mbyllur kështu edhe këtë takim me rezultat identik si ato të kupës, 0-4. Do t'jetë shumë vështirë, sepse do t'jemi reale, ne edhe me këtë humbje jemi edhe një hap mbrapa mbjetesës, këta djelmosha janë 3, jemi duke munduar të komponojmë një ekip, jemi duke munduar të punojmë me një vizion afatgjatë, që kjo ekip mrena 1 vite apo 2 vite t'jetë një kundërshtar, një orë fort për kundërshtarët. E dishim që na pret një fushë mjaft e vështirë dhe u mundum ta bëjmë lojën që kemi gjithmonë, domethënë me pasime dhe me lojë. Por kjo fushë nuk ne mundsoi atë, ne arritëm të ndryshojmë pjesë parë lojën, shkemi me topa më të gjatë pak, që duke anashkaluar mes fushën. Nuk dha rezultat në pjesën e parë, por në pjesën e dytë arritëm të shënojmë 4 gola. Jam i kënaqur me rezultatin, normal me lojën. Tani loja e bukur ta bën edhe kundërshtar i mirë. Normal që objektivi kryesor u arrit.
Atëherë ballafaqimi është filluar në Kishnic, gjyqtar kryesor ishte Ilir Shuleta, asistent të tij Jakub Musolli e Bekim Rama, gjyqtari i katërt Leutrim Mustafa, delegat Bajram Krasniqi, kontrollor Akrim Haliti. S'ka raste kontestuese. Loj fitore binse e Trepsës 79, po tani vinë përshëndetet nga Malta dhe 400 gjyqtarëve të Kosovës në krye me Nuzën thonë, po ju ndjekim atje, po e shikojmë emisionin, por thujeni informacionin se kemi dalë shumë mirë. Çka do të thonë që kemi dalë shumë mirë? Ka referuar vërtet shumë mirë? Shumë mirë, shumë e vërtet është. Ka vlerësim, ka notë zyrtare? Notë zyrtare s'ka, po është atje duke shoqëruar domethënë është gjyqtar domethënë është shqiptari nga Shqipëria domethënë është i Maltës, që është marrë domethënë, dhe ai ka shoqëruar dhe ka Mirë, Bajram, gjeni televizion maltes që ja po fshet ta shohim. Jo veli të vinë DVD-ta apo e shohin emisionin tash, sjell një DVD të shohim filmin. Mirë. Ajet, megjithatë mirë është që po shkojnë po referojnë gjyqtarët edhe atje dhe ata po vinë këtu edhe të shohim ku jemi edhe na. Mendoj që është mirë, në ndërsjell, po më lej kështu ndrimi ndërsjell ti refer është mjaft i mirë, shumë mirë kjo praktikë mendoj që duhet të vazhdojë. Mirë shumë. Dhe së fundi jemi në takimin Prishtina Drenica 6-0. Pas një kohë të gjatë me fitore me përsi minimale, Prishtina më në fund ka shpërthyer në përballje me Drenicën, ndaj të cilës ka shënuar 6 gola, duke e konfirmuar kështu një herët formën e mirë të saj, por edhe problemet me formë për skuadrën drenicase, që për 2 xhirot e para të pranverës pësoi 10 gola nga përballjet me 89-shin dhe Prishtinën. Në fakt, Drenica rezistoi mjaft mirë për më shumë se 35 minuta lojë, kur rezultati mbeti i pandryshuar. Megjithatë, Prishtina arriti të kalonte në epërsi brenda pjesës së parë, kur Bastid Halid realizoi në minutën e 38 për rezultatin 1-0. Akoma pa përfunduar pjesa e parë, Prishtina shënon edhe golin e dytë. Lorek Boshnjaku gjuan fuqishëm nga rreth 20 metra për të realizuar për 2-0, rezultat me të cilin përfunduan 45 minutat e parë. Në periudhën e dytë të lojës, Prishtina edhe më bindëse shënon edhe 4 herë. Halid në minutën e 63 realizon golin e dytë personal dhe ngrit në 3-0 përsinë e Prishtinës. Për Drenicën gjërat u komplikuan edhe më shumë në minutën e 67 kur Kreshnik Lushtaku u largua pasi u përjashtua me karton të kuq. Vetëm 4 minuta më vonë, përkatësisht në minutën e 71, Gendret Begolli me të inkuadruar në lojë, arrin të realizoj për ta ngritur në 4-0 e përsinë e skuadrës vendase që ndeshjet po i zhvillon në Podujev. Fitoren më bindëse për Prishtinën në bëri Mergim Neziri, i cili në minutën e 80 shënoi për 5-0. Ndërkas një minutë para përfundimit të kohës së rregullt të takimit, Shent Kelmendi shënoi për të vulosur rezultatin përfundimtar. Prishtina 6, Drenica 0. Ja, aber letzte Woche hatten wir viele Chancen in Ferriseit, zweite Halbzeit. Edhe në Ferrizet, thuja, ku kemi pas pjesën e dytë disa shansa, aty nuk i kemi thuja shfrytzu, kurse këtu në sot e kemi shfrytzu ato shansat. Po thash edhe pak parzit të këto televizionet tjera, që as kundër Ferrizet, as kundër thuja Drenicës, as e kemi hub kampionatin, po as e kemi fitu. Po më bjen mirë për këto 6 golla. Mendoj pjesa e parë ka qenë të barabartë, përveç aty në do të thotë 2 gola si pranum me gabim tonë, njëra sipas mendimit tim kam qenë shumë larg, mirë po ka qenë faull. Ndërsa pjesa e dytë kartoni i kuq dhe përjashtimi i Lushtakut mendoj se ka ndikuar në rezultatin edhe në rrjedhën e lojës më të tjeshme. Para se të flasim për takimin Prishtina Drenica, përshëndetjen nga gjyqtarët nëpërmjet një fotografie që fal teknologjisë tashmë kanë rast të shohin edhe në mal të emisionin dy ne. Përshëndesim edhe një patjetër edhe pse përparimi po mungon. Sido që tjetë, kthehemi në fakt tani të takimi Prishtina Drenica, gjyqtar kryesor Tefik Maljoku, asistent të tij Alban Ejupi e Driton Preniçi, gjyqtari 4 Fatmir Tahiri, delegat Senat Hamzic, kontrollor Zenel Çoraj. Po, kam vetëm një ndërhyrje, ke pa komunikatën e klubit futbollistik Drenica që i drejtohet edhe opinionit, por natyrisht i drejtohet edhe Federatës së Futbollit Kosovës, lidhur me vendimin ose me ndeshkimin e futbollistit Lushtaku me karton të kuq nga gjyqtari Maljoku.
materialit jënë pa, Hajriz. Qka ka aty? Këtu e kena morë 3 raste. Po, qka pretendon Drenica me këtë komunikat? Sepse ajo përmend edhe vitin e kaluam që ju ka dhonë nga i njëti trajner një futbolisti kartoni kuqë dhe thotë që gjyqtarët kanë tendencë ndaj Drenicës, sekundër që tha dhe ajeti paka shumë dhe këta kanë qenë të dëmtumë. Me gjithë se unë thamë se nuk ka skuadre që nuk ka qenë e dëmtume. Naturisht nuk po i me qëllim ose pa qëllim, por loja futbolit është e tillë që çdo kush dëmtohet në mënyrën e vet. Në asnjë ndeshje nuk parashihet si gjyqtarët të mos kenë gabime. Gjithmonë gjyqtarët delegohen edhe marrin lojën me seriozitet të gabojnë sa më pak. Na po folëm për ndeshjen Prishtina-Drenica, ku këtu janë 3 raste dhe këshyrëm të raste kartonit kuq, nuk shifet, as nuk mujna me ditë arsyem se ka marrë, sepse kamera nuk ka mujtë me... Jo, e thuhet për shkak të reagimit ose jo sportivitetit, çarje fyrje ndaj gjyqtarit, pra ata ju japet kartoni i parë i verë. Ne sharojnë edhe ata në komunikat. Nëse folëm për vitin e kaluar, ky lejton vitin e kaluar Prishtinë, nuk kalon Drenicë. Jo, është për një futbollist tjetër. Ky është rasti i golit të parë të Prishtinës. Drenica pretendon për ndërhyrje të palejueshme në zonë të Bastit Hallit ndaj Ismet Cakajt, të kthehet edhe një herë ai film. Le të vazhdon të kontakti i Hallit dhe Cakaj. Le të vazhdon filmi normal, fillimisht. E tash këtu pretendohet për ndërhyrje të palejueshme, edhe pse këtë është, domethënë, aksioni është gjithçka në rregull. E shohim më tepër ka dashur me u mbajt. Lejtari me numër 25, lejtari i Prishtinës, nuk në ban asnjë ndërhyrje, lejtari me të kuqe këtë shtetet lejtari numër 25, momentin që këtë tërhiqet për ti, a i bje për tokë dhe nuk ka kurfar ndërhyrje, goli është shumë i rregullt. Ka prit me mbajt ndoshta. Mirë, shohim rastin e dytë. Rasti i dytë është te kartoni. Mirë, për këtë pozicioni kamerave, dhe më thonë shumë kamera, dhe nuk është një pozicion që ne jep neve dhe që mujna me diskutura këti rasti. Jo, sakcohet paka shumë edhe në komunikat, thëtë që kartonin e partë gjaja ju ka dhonë për shkak të sharje fyrjes se futbolistit të Drenicës lushtakut tek gjyqtari. Këtë, se di unë ndërshku me 2 kartonat verë, nuk e besoj që kartonin e dytë e ka morë për fyrje shore, sepse për fyrje shore e shkon kartoni kuq direkt, po këtë fyrje shore nësa kam informacion e ka morë mas kartoni dytë. Tani rasti tretë? Pretendohet pozicioni është loje këtu. Këtë kthejmë edhe herë, e shqeqojmë që është aksioni, është pozicion i rregull dhe nuk ka të bëj me, sepse lejtari me numër 14 kënë mes e man e lojë. Do më thejmë ty? Aksioni i rregullt, lejtari numër 14 të shojmë kapitenin Sami Geci, ku e man aksionin lojë dhe më thonë, gol i rregullt, vendimi drejt i gjyqtarëve. Mirë. Kemi diçka tjetër të shtojmë? Jo, gjitha e këtu ishtë në rastet kontestuese. Mirë, faleminderit Hajriz Ajdarit. Faleminderit edhe mysafirëve Ajet Shushollit, Tomar Grabovcit, Artal Latifit dhe Ahmet Halitit. Ju uroj një mesjavë të këndshme sportive, natyrisht me rezultate me gjitha tjera. Ne do të vazhdojmë matutje të nderuar shikues me palet rivalet e javës së ardhshme. Do të shohim në ekran java e 20 do të zhvillohet në mesjavë të martën dhe të mërkurën. Shohim Gjilani dhe Liria, Besa Valia, Trepça 89 Prishtina, Drenica Trepça, pastaj Ferizaj Drita, Feronikeli e Lapi. Shohim edhe ka startuar pranvera në ligën e parë të futbollit të Kosovës. Këto janë rezultatet e javës së parë, Flamurtari dhe Ulpiana 1-0, Rami Sadiku Ballkani 1-2, Vushtria Keku 1-0, Vitia Fush Kosova 2-1, Vllaznimi Istogu 2-0, Kosova e Prishtinës Rahoveci 4-0, Vllaznia Dukagjini 1-0 dhe Deçani Dykorriku 1-0. Të shohim edhe tabelën e klasifikimit, vjen Flamurtari në pozitën e parë me 36 pikë, Vllaznimi është i dyti me 33, për të vazhduar Vllaznia në pozitën e tretë me 28 pikë, Dukagjini i katërt, pastaj vjen Fush Kosova, Vitia Keku, Vushtria Dykorriku, Kosova e Prishtinës e
Kështu me radhë shohim edhe pjesën e dytë të tabelës së klasifikimit skuadrët deri tek Raoveci në pozitën e fundit. Pas një paralele për 3 prej futbolistëve më të mirë të gjitha kohrave, kalojmë tani në basketbol. Do të shohim rezultatet e Gjiros së 20 të Superligës së Kosovës në basketbol, por të ndjekur më pas edhe kronikën nga ballafaqimi kryesor i kësaj xhiroje, derbi i rivalive të vjetër Trepçës dhe Sigal Prishtinës. Të njëjtën peja mposhti vllaznimin 135-91. Raoveci Bashkimi të shtunën edhe këtë takim u vendos me kohë shtesë 81-83, ndeshje shumë interesante, por më interesante ishte përballja e dy rivaleve të vjetër Trepçës dhe Sigal Prishtinës e zhvilluar në Pallatin e Sportit Minatori. Trepça arriti fitore 84-83, ndërkaq Golden Eagle ylli më vështirë se sa që pritej mposhti Kerasan Prishtinën 114-101. Sigal Prishtina vazhdon të jetë lidere, 37 pikë, pasohet nga Peja që ka 2 ndeshje më pak të zhvilluara, ka 33 pikë, po ashtu 33 pikë ka dhe Trepça, sa ka dhe Bashkimi, por edhe Bashkimi ka 2 ndeshje më pak të zhvilluara se Trepça, më pas vjen Ylli me 29 pikë, Raoveci ka 26, Vllaznimi ka 22 pikë dhe Kerasan Prishtina në pozitën e fundit me vetëm një fitore nga 20 ndeshje ka 21 pikë. Tashmë është koha për të ndjekur kronikën nga ballafaqimi i zhvilluar në Mitrovic. Ndonë se nuk u prit me entuziazmin e zakonshëm, përballja e dy rivalëve të vjetër të basketbollit ton, Trepçës dhe Prishtinës, dha lojë jashtëzakonisht interesante dhe ata që ishin të pranishëm në Pallatin e Sportit Minatori, vërtet u kënaqën me shfaqjen e të dyja skuadrave, por në fund edhe me rezultatin përkatësisht me fitoren e skuadrës vendase. Në fakt, Trepça nisi mirë takimin dhe krijoi 6 pike përsipas 10 minutash të parë ndaj rivaleve kryeqytetas. Qereku i parë i ndeshjes u mbyll me rezultat 17-11, por siç ngjet zakonisht, në vijim të lojës, Sigal Prishtina pa ndonjë problem, bëri kthes në rezultat dhe arriti të shkëputej. Kthesa në rezultat nisi që brenda qerekut të dytë përkatësisht pjesës së parë. Në 20 minutashin e dytë, skuadra prishtinase ishte shumë efikase në sulm, realizoi 24 pikë e psoi 13. Në këtë mënyrë, skuadrat shkuan në pushim me 5 pikë përsipër mysafirët. Rezultati pas 20 minutash ishte 30-35. Edhe në periudhën e tretë të lojës, Sigal Prishtina ishte skuadra më cilësore. Luajti më mirë në sulm dhe ishte dukshëm më konkrete. Prap mysafirët shënuan 24 pikë, kurse vendasit 18. Kësaj, dallimi ndërmjet skuadrave para qerekut përcaktues ishte 11 pikë, 48-59. Prandaj nuk pritej që të kishte shumë probleme për skuadrën mysafire të arrijë edhe fitoren e 18 me radhë. Megjithatë, fillimi i mirë i qerekut të katërt bëri që Trepça të rris dukshëm shpresat për kthim në rezultat. Dhe një gjë e tillë ngadalë ndodhi. Skuadra Mitrovicase në finish arriti që të bëjë kthes në rezultat, madje patje edhe mundësi ideale për ta fituar takimin. Sidoqë të jetë, finishi dramatik i kohës së rregullt bëri që këta 40 minutat të përfundojnë me rezultat të barabartë 75-75. Prandaj fituesi u desh të përcaktohej nëpërmjet kohës shtesë për 5 minutash, diçka që kishte kohë të madhe pa ndodhur në ballafaqimet ndërmjet Trepçës dhe Prishtinës. Loja në kohën shtesë mjaft interesante, sërish mysafirët më të avantazhuar dhe disa sekonda para përfundimit të takimit prap 3 pike përsipër Prishtinën. Megjithatë, tërësisht në finish, Jeremy Wise i Trepçës realizoi 3 pikë mbi Edmond Azemin dhe fitoi ndërhyrjet e palejueshme e kësaj edhe rastin për të gjuajtur një herë nga vija e gjuajtjeve të lira. Wise, i suksesshëm edhe nga tentimi për vijës së gjuajtjeve të lira, krijoi një pikë përsipër Trepçën kur kishin mbetur rreth 2-3 sekonda deri në përfundim të takimit. Në ata pak sekonda Prishtina nuk arriti të shënojë. Në këtë mënyrë Trepça shënoi fitore mjaft të rëndësishme për këtë skuadër, mbi të gjitha në aspektin moral, pasi mposhti njërin prej rivalëve më të fortë me rezultat 84-83. Një fitore e tillë bëri që Minatori të shpërthej në fest, e cila zgjati shumë edhe pas takimit. Pikërisht Jeremy Wise ishte basketbollisti më efikas i ndeshjes me 26 pikë të shënuara, kurse paraqiti shumë të mirë të Trepça pati edhe Samir Zekiçi, i cili realizoi 24 pikë. Në anën tjetër tek Prishtina, më të dalluarit ishin Drilon Hajrizi me 19 pikë e Xhamari Henz me 18. Tashmë minutat për handball, do të shohim rezultatet e Xhiros së 17 të Superligës së meshkujve, ku thamë se veçohet ballafaqimi ndërmjet Besa Familjas dhe Prishtinës. Drenica Trepça 24-44, Llapi Drita 20-21, Besa Familja Prishtina 20-26, Vushtria Vllaznimi 34-37
dhe Kastrioti Zhegra 26-24 në tabel pa ndonjë dyshim prim Besa Familja 34 pikë pas 17 xhirosh, pasohet nga Trepça me 27 pikë, Kastrioti ka 26, Drita 24, Prishtina 21, Vllaznimi 16 më poshtë vjen Zhegra me 8 sa ka dhe Ushtria, Llapi që ka 5 pikë dhe Drenica që në 17 ndeshje ka 17 humbje. Ndjekim tani kronikën e kolegut nga TV Dugazini, Krishnik Arifit nga ballafaqimi Besa Familja Prishtina. Handballistët e Besës regjistruan fitore në 17 me radhë në Super League. Në palestrën Karagaq, ekipi Arben Muqollit realizoi triumf të lehtë në duel me Prishtinën me plus 14 gola dallim, 40-26. Edhe pse pjesën më të madhe të ndeshjes e zhvilluan pa kroatin Kukrika dhe slovenin Poklar, të cilët u lënduan. Vendasit gjatë gjithë kohës ishin superior dhe fitori atyre për asnjë moment nuk erdhi në dyshim. Pas pjesës e parë, Besa kishte 10 gola e përsi, e në vazhdim, handballistët e kampionit aktual arritën të ashtojnë dallimin dhe në fund të triumfojnë me plus 14 gola. Në ekipin fitues, të gjithë handballistët u shënuan në listën e realizatorëve, e emri i parë ishte Jon Muqolli që shënoi 11 gola, e me efikasitet u dallua dhe Goran Biljaka, i cili ndeshjen e mbylli me 7 gola të shënuar. Në anën tjetër, në ekipin mysafir, më i disponuar i për lojë ishte Kushtrim Kastrati që shënoi 6 gola. Për Besën ishte kjo fitoria e 17 nga paq ndeshjet e zhvilluara në këtë edicion të garave, ndërsa në anën tjetër Prishtina pësoi humbjen e 6 kampionale e ata kanë edhe 10 fitore e 1 barazim, që i mban në pozitën e 5 në renditjen tabelare. Të nderuar shikues, ky është portali i Radio Televizion 21, lajme interesante edhe nga rrafshi sportiv, një javë e cila përfundoi kësaj duke përshkuar me shumë aktivitete edhe për... Presim tash javën në vjem, ndeshën mjaft interesante si nga mesjava. Duhet thënë se u shënuan shumë aktivitet tani për natën e zjarreve kështu me radhë, sepse ata ishin një prej hieshive të gjithë kësaj krente që e pati Kosova këtyre ditëve, të martën mërkurën javën që tashmë kemi hyrë zyrtarisht. Martën mërkurën me futboll. Martën veçohet ballafaqimi 89 që Prishtina që mund të jetë shumë i rëndësishëm për të dyja këto skuadra. Dhe tani edhe informacioni për të thënë shikuesve mirëmbëjtje, reprezentacioni i Kosovës kur do të ketë grumbullimin? 20 mars, data e parë lire e FIFA-s për grumbullimin e reprezentacionit. Por reprezentacioni femra më faktikisht gjatë javës në përgatitjen në Turqi, psoi triumfi sot u paraqit mirë me Turqinë, psoi humbje 2-4. Realisht duke zbutur prej humbi ndeshjen e parë 5-0 nga Polonia, më pas 3-0 me Rumaninë dhe sot 2-4, sot po djetash, 2-4 nga Turqia. Sido që tjetë këto e në reprezentacionet nivellit dukshëm më të lartë, Kosova paraqitjen e vetë, po flasim për femrat, do ta ketë në fazën para eliminatore, do tjetë në grup me Shqipërinë, Greqinë dhe Maltën, do të luajnë për herë të parë zyrtarisht kundër Shqipërisë në ndeshje. Do të jetë gjithsesi interesant i patëm edhe gjyqtarët e futbollit, atje gjyqtarët e NBA tani më janë pjesë e pandashme për shumë vjet e AEF-it e IAEF-it e kështu me radhë, po e shohin duke u ndërkombëtarizuar, duke parë lëvizjet të sportistëve tanë në bota po vjen edhe Kosova. Këtë vikend gjyqtarët e NBA-t çifti Vitaku drejtojnë një takim jashtëzakonisht të rëndësishëm që u zhvillua ndërmjet një skuadre portugeze dhe spanjolle në kuadër të EAF Cup, që është një prej garave më prestigjioze të futbollit të handbollit evropian. Se vazhdojmë kështu do të kenë edhe 20 minuta. Mirë, për të bërë. Mirë,